Zakonisht kur përfolin hoxhallat nëpër portale dhe nëpër media të ndryshme, qoftë ato vizuale apo të shkruara, zakonisht dalin komentet me fjalë se kjo nuk është Arabi, shkojnë në Arabi, ku janë arabët me na ndihmu e kështu me radhë. Edhe që Allahu Dhu Xhelal argument kundër këtyre njerëzve, faktin të cilin e dëshmoj do të para disa ditëve me 9 maj, kryeministri i Kosovës, kur publikisht tregoi dhe tha se pe marrëveshjeve që kemi bëna me Shtetet e Bashkuara të Emirateve, me Shtetet e Emirateve të Bashkuara, ishte edhe marrëveshje që ata e morën përsipër që me rregullu të gjithë ujësjellsin e Prishtinës, që ata mos kenë problem me ujë. Edhe ky lajm, edhe pse u ka dhënë të gjitha gazetat me domodin të lexuara në Kosovë, mirë po nuk komentohet pozitivisht nga shikuesit dhe përcjellësit, edhe nuk demantohet vetvetja ose qëndrimi i tij negativ, me thonë se gabime pas një pas, që ata arab që ju i shajni, ata arab që ju ofendojni, ata arab që ju bile thëni se s'kemi nevojë na për ta, erdhë dita që ata vetë me dhonë një prej kontributeve të mëdha, edhe kontributeve të rëndësishme për një pikë shumë strategjike dhe shumë me vlerë për qytetin ose kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën. Dhe normalisht kishte vetëm një projekt në mesin e shumë projekteve që kryeministri i Kosovës i lajmëroi se do të jenë ata pjesë e bashkëpunimit mes Republikës së Kosovës dhe shteteve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Dhe këtë kjo tregon se sa i padrejt është njeriu. Dhe kur dominon në mendjen e tij kufri, mosbesimi apo luashmëria në besim në fenë Allahu Dhu Xhelal, edhe kur media e mbush mendjen e njeriu me informata të pasakta, kështu veprohet edhe kështu krijohet një klim refuzuese dhe kundërshtuese e bashkëpunimit me muslimanët, pa marrë parasysh ata shtete sa e përfaqësojnë Islamin dhe muslimanët, po spaku me e pa edhe këta se do thotë kur është për të ndihmuar janë muslimanët e parë, kur është për të shaq, ka ana jon janë muslimanët e parë që na i shajmë ata. Edhe pse refuzimi për shembull i pranimit të pavarësisë së Kosovës prej Vatikanit është publikisht edhe vazhdimisht. Nuk kalon një vjet, nuk kalon disa muaj ku ata nuk dalin me qendrim të hapt edhe publikisht dhe kthejnë na kur s'kemi pranu pavarësinë e Kosovës, sepse Kosova është djep do thotë i kishës ortodokse serbe dhe se na nuk e pranojmë një gjë të tillë. Këtu heshin ata. Kur vjen puna e bën një gabim ose e bën një biznes, një shtet për shtetet muslimane me një shtet që ti s'pëlqen, nisesh e komenton komentime negative për me kuptuar se nuk kemi të drejtë në vendimet edhe gjykimet tona, dhe normalisht çdo gjykimi jo i drejtë sjell edhe rezultate jo të drejta, po fundit humb si kryesor i kësaj jemi na vetë. Andaj ne kemi dy zgjidhje për të tekalu këtë problem dhe këtë kompleks i cili na godit neve. E para është drejtësia, që është thirrje hyjnore për gjithë popujt dhe gjithë kohrat, se me drejtësi zhvillohen shtetet dhe shoqëritë. Andaj jemi të drejtë në gjykimin ndaj secilit. Pa marrë parasysh e pëlqejmë ata apo nuk e pëlqejmë. Siç thot Allahu Dhu Xhelal, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa", mos bëhet shkak mos pëlqimi juaj ndaj një populli të jeni të padrejtë në gjykimin ndaj tyre, jeni të drejtë sepse kjo është më afër devotshmërisë. Dhe rruga e dytë është pragmatizmi, veprimi konform interesit. Nëse ti nuk e don dikant dhe nuk do me qenë i drejtë, atë spaku vepro në bazë të interesit tan, e mos shkoti me dëmtu interesin tan edhe me isha shtete dhe popujt të cilët çdo herë kanë qenë krah teje edhe të kanë ndihmu ty. Atë nëse si je i drejtë spaku për shkak të interesit, ashtu sikur të bëjnë shumë shtete të botës që kanë interese të mëdha për shteteve muslimane, edhe pse ata janë kundër atyre popullit të tyre dhe besimit dhe traditave të tyre, përsëri kryejnë raporte të mira me ta për shkak se interesi i tyre është aty. E tashti si shtet i vogël, edhe i dopt, ki interes për çdo ndihmë, shkryesh armiqësi dhe konfrontim me ata popull dhe me ata shtete,
ku është këtu logjika dhe ku është këtu mençuria të cilën dikush për njerëzve tonë e promovon se e ka.